secila tavolinë është e mbushur me punën e grave nga gjithë Kosova. Perimet e bëra turshi, hajvar e reçel i llojeve të ndryshme, ushqime tradicionale e veshje me punë dore u ekspozuan të premte në panairin e fuqizimit ekonomik të grave pranë komunës së vjetër në Prishtinë. Njëra nga pjesëmarrëset me lihat e Fetau nga Prishtina thotë se merr pjesë shpesh në panaire të tilla. Ajo i sheh këto panaire si mundësi të mirë për reklamimin e punës së saj. Ka, nuk është keq, mirë është, nuk është keq, mirë është. Unë e mira me qëty, ma shumë qysh e vogël të ujse. Me pas ma mirë është me pas ma shumë se po reklamohen edhe po kem na edhin në hesap edhe po reklamohet malli. Mirë po për disa pjesëmarrëse në këtë panair ishin për herë të parë. Melihate Çekini dhe Lumturie Shaqiri nga Ferizaj, të cilat punojnë së bashku bërjen e korseteve me materiale të ricikluara dhe me rroba tradicionale të kësuan rëndësinë e këtyre organizimeve. Kemi shpreh dëshirën me pa panairit qysh kanë shembull, se sot është dita e parë që jemi në panair, edhe me pa ka interesim për njerëzve, anë vlerësojnë punën tonë. Po kanë pa kalim the, ama më interesu dikush më shumë ju hala. Për kroja e grave është e pakt. Mendoj që duhet me pas pak më shumë hapësira për gratë në vend punësim, duhet me qenë pak më shumë për kroja morale, teknike, organizative, me pas hapësira pak më të mjaftueshme, që gratë me pas një vend ku mund më referu edhe tjertë me ditë që ku janë gratë, më na bo pak si të përbashkët me një vend, si një qarshi ose një diçka që njerëzit mund më qasë pak më lehtë. Për herë të parë në këtë organizim ishte edhe përbuqe Arifi nga Gjilani, e cila bën ushqime tradicionale. Ajo gjithashtu tha se do t'ju ndihmonte të kishte më shumë panaire të tilla. Po shumë, edhe kem dëshirë të sa më shpesh më po panairet. Po ti shkon më shpesh ku më mirë për gjithë, jo vetëm për mua, por për gjithë në panair. Po çdo herë kur të ken, kam qef me marr pjesë në çdo panair që marr. E ky panair u mbajt edhe gjatë ditës së ajte punë në të njëjtin vend.